tri të cilat të shkatrojnë, thot, çdo njeri ka një kopraci në zemër, por të shkatron kur atë kopraci e mban, po edhe të njëjtën ku tregosh koprac, po edhe kulmin e kopracijës kur i stagnon edhe të tjerët për mos me dhonën dhe me u bon edhe të tjerët kopraca. Besoni që është kulmi, kjo të shkatron. E dyta, nëse fillon të gjitha qefët me realizu. Nëse fillon të gjitha dëshirat me realizu, është fillimi i shkatrimit tënd. Familjar, personal, profesional, e po çka dush tjetër. S'mund është me ja realizu krejt dëshirat vetvetes, se shka dën, është një fjalë do thot e urtë që thuhet. E treta, kur fillon me i pëlqy mendja vet, ai fillon shkatrimin me e bo. Kur fillon me thonë, si kurone nuk është askush, nuk din si kurone askush, nuk është ma punëtor se unë askush, nuk është ma i ditur se unë askush, nuk është ma i mirë se sa unë askush, ka fillu shkatrimi këti njeriut. Këtë trija kush i ka fillu shkatrimi tina. Tri tjera të shpëtojnë, për thot Muhammed Mustafaja. E para e cilat shpëton, kur njeriu është i drejt në gëzim dhe në hidhrim. Dashurit e mi. Sot me rregulla ligjore, edhe kur je shumë qeflen në gëzim, nuk ban me marrë vendim. Por edhe kur je hidhrum shumë, nuk ban me marrë vendim, sepse gabon. Shpëton kur njeriu është i drejt në gëzime edhe në hidhrime. E dyta, ekuilibri në pasuri dhe në varfëri. Kush e ka këtë ekuilibër me dit me menaxhu edhe pasunin, edhe varfërin, me mja dit vlerën edhe pasunijës dhe me punu me ta, po mos me harru edhe të kalumën, po edhe të njëjtën kohë edhe varfënijën me dit me menaxhu, mos më të shumë varfënija me bon veprat ndalume, çështje negative, çështje do thot pamoralshme, amoralitete, gjëra të ngjajshme, sepse kanë njerë varfëria të shtin edhe aty. E treta, kur njeriu ja ka frikën Zotit, kur është vet dhe kur është në publik. Kush e ka këtë cilësi, që ja mon frikën Zotit, edhe kur është vet, po edhe kur është i rrethum me njerëz. Besoni ky njeri ka më kon shpëtimtar, ku do që shkon, ku do që jeton, me ka do që jeton dhe me çka dush që të punon, ky ka me qenën fitimtar. A punoj me ata që ja kuptojnë gjuhën, as punoj me ata që ja kuptojnë gjuhën, me ata cilët ja kuptojnë traditën, nacionalitetin, apo me ata tjerë që nuk ja kuptojnë, ata që ja kuptojnë fejen, ata që nuk ja kuptojnë fejen, pa marrë parasysh me ka jeton ky është vetvetja dhe të njëjtën ky njeri është i kujdesshëm sikur është vetë, sikur në publik. Këta trija kush i ka e shpëtoi.